Por si po e ndihmojnë njëri tjetrin shqiptarët në biznesbërje në Shqipëri, si dhe gjithandej nëpër botë, ku vështirësia është edhe më e madhe se sa në vendin tonë. Mendoj duke patur parasysh si ka evoluar teknologjia këto 5 vitet e fundit, një sipërmarrës shqiptar nuk i mungon asnjë gjë të deportojë një treg më të madh, sepse ke rrjetet sociale, ke website, shumë kompanira amerikane apo dhe të huaja nëse janë në Europë, janë të hapura që të marrin biznesmen edhe nga Shqipëria, mbas me kosto më të ulët për ata, por janë të hapur bashkëpunim. Pra, kjo nuk i mungon sipërmarrësit shqiptarë të evolojnë, por duhet të dinë dhe ata të mësojnë çfarë duhet që të deportojnë në tregun amerikan. Që të përpiqesha të ofroja shërbime për tregun amerikan, më duhet dikë që t'ishte si guid për mua, sepse kulturën nuk e njeh mirë, të bëja shitje atje nuk e dija, nuk kisha kontakte, kështu që ne kemi pasur seanca të tëra Zoom-i, që Marsi ka qenë guid. Ne dim dakord për parë sot. Po Marsi ka qenë guid vërtet dhe më ka njohur me shumë kontakte që pastaj janë kthyer në klient biznesi për ne, kështu që Marsi, faleminderit. Dhe gjë më mirë relatat. Pa relata, nuk është se mund të deportosh në një kompani që mund të jetë një nga 500 kompani më të mëdha për shembull në Amerikë.